Deputeti është i barabartë përpara ligjit, kjo nuk diskutohet. Si çdo shtetas tjetër mund dhe duhet hetohet nëse ka arsye për hetim, por liria e deputetit, si e çdo shtetasi tjetër, nuk mund të kufizohet thjesht dhe vetëm me fjalë të përgjithshme apo me teorinë që prokurori dhe gjykatësi janë të pavarur dhe ata bëjnë çfarë duan. Ata nuk mund të bëjnë çfarë të duan kur trokasin në derën e kuvendit, dhe kuvendi nuk mund të bëjë sikur nuk shikon, sikur nuk dëgjon, sikur nuk mendon dhe të refuzoj të kryejë rolin e tij duke praktikisht mbrojtur dinjitetin e vet, dinjitetin e parlamentarëve të Republikës së Shqipërisë, që nuk mund të trajtohen si fajtor pa qenë të shpallur të tillë nga gjykata dhe nuk mund të kufizohen në lirinë e tyre pa pasur asnjë kusht që të çon në këtë drejtim. Pra, në këtë rast, siç dihet botërisht, kemi të bëjmë me një çështje ku prokurori ka ngritur me të drejtën e vet dyshimin dhe ka nisur hetimin dhe ka pastaj ngritur akuzën për shkelje të barazisë në tendera rreth 6 vite më parë, dhe nga ana tjetër nuk ka akuzë për korrupsion, nuk ka akuzë për përvetësim fondesh, nuk ka asnjë skenë flagrance, asnjë provë që të çon në këtë drejtim. Dhe kodi i procedurës penale është shumë i qartë. Mosdhënia e autorizimit pa arrest nuk e pengon prokurorin të vijojë hetimin apo të kërkojë masa të tjera. Pra, hetimi vazhdon dhe drejtësia nuk pengohet. Por unë ju siguroj që në asnjë mënyrë rruga jonë drejt antarësimit nuk është bllokuar dhe nuk do të bllokohet për këtë shkak. Është e vërtetë që kemi pasur një diskutim shumë konstruktiv me disa partnerë, të cilët kanë një opinion të ndryshëm, të cilët kanë komplet një tjetër qasje në imunitetin në vendet e tyre, sepse në vendet e tyre nuk fillon dot asnjë hetim pa marrë një herë autorizimin e parlamentit. Ne nuk kemi imunitet të kësaj natyre në Shqipëri.